dershme tregtare, atëherë kjo do të ishte ndoshta edhe zgjidhja më e mirë dhe më interesante. Por po thoje, po flisi për një ridimensionim Por problemi kryesor mendoj është që edhe sikur ta zgjidh me Europën, Kina, që ka kapacitete të tepërta eksportuese, mos harrojmë, Kina ka ruajtur një nivel investimesh në ekonomi deri në 50% GDP-se, pa precedent. Nuk ka vend botës që ka investime 50%. Sepse modeli rritjes së ekonomisë kineze është mbështetur tek investimi jo të konsumit brendshëm. Çka do të thotë që gjithë kapacitetet e tepërta të industrive që punojnë për eksport do të kenë teprisa të inventareve të cilës do dinë ku t'i çojnë. Dhe normalisht ato do të targetojnë diversifikimin e tregeve. Europa është pa diskutim një prej tyre, por edhe vendet e tjera të Azisë ose të Afrikës, megjithëse ato janë tregje më të varfra. Kështu që frika në Europë është që kjo mund të krijojë deflacion, sepse sjellja e importeve kineze me çmime shumë të ulta mund të krijojë deflacion në Europë dhe përpasoj e rrit konkurrencën mbi vetë industritë europiane. Kështu që puzzle-i, ose le themi ajo që pritet shpjegohet, është shumë mister dhe pritet akoma se si do të jetë kundër veprimi nga gjithë palët që janë përfshirë në këtë luftë tregtare. Buxhuko? Atëherë shiko, shkurt do thoje vetëm diçka çfarë tha Selamiu për të qenë qartë. Frika ndaj Europës nga dumpingu dhe nga eksportet kineze me çmime të ulta sepse kanë stoqe, nuk ekziston se Europa është mjeshtër për vendosur politika proteksioniste. Këto e thot Banka Qendrore Europiane, s'po e them. Po pra, mimi dakord. Jo, metodën e kanë thjeshtë ata, do vendosin proteksionizëm. Edhe mbyllet historia. Kjo është e vlefshme edhe për shtetet e treta, siç futemi edhe ne, që ne mekanizmin e kemi në dorë. Mjafton të kopjojmë se çfarë bën Trump. E dyta, unë nuk jam aq strateg i madh sa të analizoj politikat afatgjate të SBA-s, po qoftë të Europës. Unë do merrem me fshatin tonë të vogël që ka emrin Shqipëri. Ajo që them unë është kjo, politikat e... Kaluam atë, folëm është. Jo, një sekond. Jemi ke BE-ja. Te BE-ja pra, se ne do jemi vend që jemi vend në proces integrimin BE. Pikërisht. Atëre, politikat e BE-s në themelin e saj, sidomos për disa sektor shumë sensitiv, kanë qenë politika dumpingut pastra. Mos harrojmë që BE-ja në 20 vjet, çdo vit financon me 50 miliardë euro bujqësinë. Dhe politikat e dyerve të shqyra, politikat tregtare të dyerve të shqyra e kanë sjell Shqipërinë sot në gjendjen që s'ka më industri. Dhe ajo industri që është po vdes. Po vdes. Edhe bujqësia shqiptare po vdes. Pra politikat tregtare të dyerve të shqyra duhet ishin dhënë fund kohë më parë në Shqipëri. Dhe Shqipëria sot ka nevojë që të kopjojë politika proteksioniste, natyrisht të studiuara, të tipit Trump, sepse përkundrazi Shqipëria për pak vite do të jetë një vend që nuk do të ketë më mundësi, edhe sikur të dojë të punësoj njerëz, një vend që nuk do të ketë më industri, një vend që nuk do të ketë më bujqësi. Dhe ai turizmi që themi ne aty do jetë turizëm që ne do na lëm vetëm plerat edhe mbetjet, dhe të gjitha importet e ushqimeve, më thash edhe, do t'i marrim nga jashtë. Kjo është situata në Shqipëri dhe ne duhet, dhe unë po e them nga praktika ime konkrete, kemi 7 vite që po i themi qeverive të Shqipërisë, ministrave duke i kapur një nga një. Ka ardhur momenti që të rishikojmë politikat tona tregtare. Sepse po na mbysin me politika dumping, duke filluar nga BE-ja, për mos bërë fjalë me Kinën e vendet edhe shtetet e tjera. Përfundimi është ky. 7% humbje vjet, rënje e sektorit të industrisë. Bujqësia në ditën më saj më të keqe. Ndërkohë vazhdon agresioni të mërshëm dumping i shteteve të cilat mbahen edhe si shtete lider të demokracisë në botë. Kjo është situata në Shqipëri. Dhe në 7 vite, po ju them me sinqeritet absolut, ministrat thonë vetëm po, përfshirë dhe kryeministrin brenda, dhe asnjë mas nuk është marrë për politika tregtare mbrojtëse me të drejtën e Zotit dhe të organizatës botërore të tregtisë, të rregullave të organizatës botërore të tregtisë. Asnjë politikë mbrojtëse. Kuptoj. Okej. Bojaxhi. Atëherë unë Pas konferencës më njëhut, po të kujtohet edhe fjalimin të famshëm të Vance, u fol dhe u tha që shiko tani, SBA-ja nuk po themi që nuk është më aleate e Europës, po të paktën për sigurinë e ka lënë vetëm. Tani edhe për tregtinë duhet s'u e ka lënë vetëm. Po Vanci, si oficer ushtarak që është, aq gjëra disa di oficeri, ose di koloneli, ose gjëra generali, kështu që besoj që kanë një vlerë për ta diskutuar më tej. Por shqetësimi im është ky, që mendoj shqetësimi im, ajo që shoh unë që është problem për të krijuar një model të ri. Në Trumpin mandatin e parë e detyroi Meksikën dhe Kanadan të uleshin dhe të rinegociacionin naftën, që është kjo marrëveshja e Amerikës Veriore, si thosh Meksik, Kanada, Shtetet Bashkuara. Dhe
e bëri marrëveshjen, e shpalli si sukses, dhe tani vjen, është ajo marrëveshje, sot, në gjithë të vite, edhe në kohën e Bidenit, dhe tani është po e një të marrëveshje, dhe tani i ka shpallur këto dy vende, në thonjë armiq tregtar, e tjera, u ka vënë tarifë. Kjo tregon që të gjithë vendet që kanë kapacitet dhe forcë ekonomike, nuk po them vende si Shqipëria që kanë zënë radhën aty të parat, që janë hallexhint. Hallexhint nuk do zgjidhin këtë problem, sepse hallexhint mund të shkojnë të bëjnë një marrëveshje me Amerikën, ti do t'i vësh tarifat zero me Amerikën. Po me Europën sa do t'i kesh? Se nuk do t'i kesh më siç i ke tani. Do t'i bësh dhe me Europën zero, se nuk ka shans që shteti shqiptar, marrim shembull shtetin shqiptar, ti bëj tarifat e importeve që vijnë nga Amerika zero, po importet që do vinë nga Europa nuk do jenë zero. Dakor? Se Europa është shumë e rëndësishme nga ana tregtare për Shqipërinë, siç është Amerika. Që do të thotë, jo vetëm që do të bësh zero këto, po pas